Ndryshimet klimatike dhe zhvillimi urban, veçanërisht në zonat bregdetare, konsiderohen sot ndër kërcënimet kryesore për ekosistemet natyrore të vendit. Ky është një nga konstatimet e ekspertëve që po punojnë për hartimin e strategjisë së re dhe planit kombëtar të veprimit për biodiversitetin në Shqipëri për periudhën 2026-2035. Aspektet të kësaj strategjie janë diskutuar në një takim në Universitetin e Shkodrës. Zona më e prekur në gjithë Shqipërinë, por edhe në zonën e Shkodrës, janë gjithmonë zonat bregdetare dhe lagunore, sepse siç e dini ju, Shqipëria ka pasur një zhvillim shumë të madh të turizmit dhe pjesa më e madhe e turizmit bie në atë që quhet turizmi bregdetar, që do të thotë dhe urbanizimi, presionin më të madh dhe dinamika vendos në pjesën afër lagunave, afër plazheve etj. Sipas specialistëve të përfshirë në procesin e hartimit të strategjisë së re, stafet akademike përbën një komponent të rëndësishëm në ofrimin e rekomandimeve për hartimin e politikave të reja për mbrojtjen e biodiversitetit. Ky është takimi 4 që realizohet me akademikët, janë realizuar edhe me universitete të tjera, duke qenë që Universiteti i Shkodrës është universiteti më i madh i veriut të Shqipërisë, kështu që ishte e nevojshme organizimi një takimi të tillë dhe marrja ose vjelja e informacioneve dhe mendimeve nga profesorët. Rishikimi dhe përditësimi i strategjisë dhe planit kombëtar të veprimit për biodiversitetin është një kërkesë që buron nga konventa për diversitetin biologjik, por njëkohësisht edhe pjesë e detyrimeve që Shqipëria ka në kuadër të procesit të integrimit evropian.